kundër njëri tjetrit. Për llogaritë të shortit France 2016, komentoi për Sport Magazin dhe antari i Komitetit Ekzekutiv Federatës Shqiptare të Futbollit Fat Bardiera dhe njëkohësisht ish futbollisti i ekipit tonë përfaqësues. Jam jashtëzakonisht i kënaqur për vetë faktin sepse nuk shoh ekip tjetër në rangun e Rumanisë, mendoj, dhe Zvicra, nëse do t'i hymë në detaje, mendoj që nuk është një ekip që duhet ta kemi frikë në përballjen me ta. Ndërsa përsa i përket Francës kuptohet që është vendi organizator, është një ekip me të cilin ne u përballem në 2 miqësore, por miqësoret nuk do të thonë asgjë për vetë faktin se një ekip i madh ndofta në thonjza një ekip të vogël edhe ne vleson, edhe neve ndofta kemi arrit rezultate pozitive, por për gjithsesi them që Franca është pretendentja kryesore e grupit. Iera mbajti të njëjtën linjë si presidenca e Federatës Shqiptare të Futbollit, se në Francë nuk do të shkojnë për shëtitje, por të realizojnë një performancë sa më të mirë. Ndërsa në anën e ekipit tonë, mendoj që kemi pas një progres të jashtëzakonshëm duke ju referu edhe kualifikimit, por edhe rritjes nivelit të ekipit në gjithë komponentet e një loje futbolli.